Besimtarët musliman në mbar botën shënojnë sot festën e Kurban Bayramit. Krerët shtetror të Maqedonisë së Veriut kanë uruar besimtarët duke përcjellë mesazhe solidariteti dhe paqeje. Lideri opozitës maqedonese Venko Filipçe kërkon referendum për çështjen e eurointegrimeve. Ministri i Transformimit Digital paralajmëroi se nga viti tjetër mund të hiqet roamingu në BE. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Shenja, jemi me lajmet, fillimisht në emrin tim personal dhe në emrin e redaksisë të televizionit Shenja, ju uroj festën e Kurban Bayramit të gjithë besimtarëve musliman. Në Shkup dhe në shumë qytete të tjera të Maqedonisë së Veriut, mijëra besimtar musliman falen namazën e Kurban Bayramit nëpër xhami duke shënuar një nga festat më të rëndësishme islame. Ceremonia qendrore u organizua nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut dhe u mbajt në xhamien Mustafa Pasha në Shkup. Besimtarët pas faljes së namazit shkëmbyen urime për paqe, shëndet, mirësi duke theksuar rëndësinë e solidaritetit, humanizmit dhe afërsisë familjare që simbolizon kjo festë. Me lutje për paqe, mirësi dhe solidaritet, besimtarët musliman në vend pritën sot festën e Kurban Bayramit, që në orët e hershme të mëngjesit, xhamit u mbushën me besimtarë të cilët u mblodhën për të shënuar një nga festat më të rëndësishme islame, që simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe afrimin mes njerëzve. Atmosferë festive pati edhe në xhamin Mustafa Pash në Shkup, ku u mbajt ceremonia qendrore e organizuar nga Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë së Veriut. Nga kjo xhami u përcollën urime dhe mesazhe për paqe, unitet e mirësi, ndërsa kreu i BFI-s Shaqir Fetahu foli për rëndësinë dhe vlerat që sjell festa e Kurban Bayramit. Ai tha se në këto ditë kryhet kushti i 5 themelor të Islamit, haxhi në vendet e shenjta, dhe se në të njëjtën kohë në këto ditë kryhet obligimi i domosdoshëm për të gjithë besimtarët, prerja e kurbanit, të cilin e kanë obligim të gjithë ata që kanë mundësi materiale. Sot kemi ditën e madhe për të gjithë besimtarët, festën e Kurban Bayramit. Allahu Gjellëshanuhu në i bëft kabul namazin e Kurban Bayramit që e kryim sot në xhamin e Mustafa Pashës. Festa e Kurban Bayramit vërtet është një ditë e madhe për gjithë muslimanët e vendit dhe jashtë vendit, sepse në këto ditë kryhet kushti i 5 themelor haxhi në vendet e shenjta, në Qabe, Arafat, Muzdelife, Mine dhe shumë vende tjera. Në të njëjtën kohë është festë e madhe për arsye se në këto ditë kryhet obligimi i domosdoshëm për gjithë besimtarët, prerja e kurbanit, të cilin e kanë obligim të gjithë ata që kanë mundësi materiale. Andaj kjo festë është festë e afrimit në mes njerëzve, festë e solidaritetit, festë e humanitetit dhe festë e pajtimit, unitetit, afrimit familjar dhe shumë vlerave tjera. E mes urimeve, lutjeve dhe atmosferës festive, besimtarët musliman shënuan edhe këtë vit Kurban Bayramin, duke përcjellë mesazhe paqeje, solidariteti dhe afrimi mes njerëzve. Ndërkaq, qytetarët vazhduan vizitat familjare dhe shpërndarjen e kurbanit për ata që kanë nevojë, duke ruajtur kështu frymën humane dhe domethënien e kësaj feste të madhe islame.
Besimtarët në vendet e Ballkanit e pritën me gëzim dhe atmosferë festive Kurban Bajramin. Besimtarët u mblodhën në sheshe dhe xhami të kryeqytetit të rajonit, si dhe në qytete të tjera për të marrë pjesë në lutjet dhe në namazin e një prej festave më të rëndësishme islame. Në Kosovë, organizimi kryesor u mbajt në xhaminë e madhe Sultan Mehmet Fati në Prishtinë, ku hutben e mbajti muftiju i Kosovës Naim Ternalla. Besimtarët në vendet e Ballkanit e pritën me gëzim dhe atmosferë festive Kurban Bajramin. Besimtarët u mblodhën në sheshe dhe xhaminë në kryeqytetet e rajonit, si dhe në qytetet e tjera, për të marrë pjesë në lutjet dhe namazin e një prej festave më të rëndësishme islame. Në Kosovë, organizimi kryesor u mbajt në xhaminë e madhe Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë, ku hutben e mbajti muftiju i Kosovës Naim Ternalla. Prandaj le të jetë kjo festë një moment të reflektimi, pastrimi shpirtëror dhe ringjallje morale për të gjithë ne. Le të sakrifikojmë urrejtjen për dashurinë, për çarjen për unitetin, egoizmin për solidaritetin dhe indiferencën për përgjegjësinë njerëzore. Vetëm atëherë do të kuptojmë thelbin e vërtetë të Kurban Bajramit, do të jetojmë mesazhin e tij në mënyrën më të denjë. Pas namazit të Bajramit, qytetarët e Kosovës i uruan festën njëri tjetrit me mesazhe paqeje dhe dashurie, ndërsa gjysmëhënia e kuqe e Turqisë shpërndau edhe llokume për besimtarët pas namazit. Edhe në vendet e rajonit besimtarët shënuan këtë ditë festive islame. Xhamia Gazi Husrev Bey në Sarajev, kryeqytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës, mblodhi qindra besimtarë musliman që morën pjesë në faljen e namazit të Kurban Bajramit. Edhe xhamia Bayrakli e vetmja xhami në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ishte mbushur me besimtarë të ardhur për namazin e Bajramit. Ndërkohë festa u shënua edhe në vendet islame të pushtuara. Oborët përreth xhamisë Al Aqsa në Kutsin e pushtuar në ditën e parë të festës 4 ditore të Kurban Bajramit ishin të mbushura me besimtarë musliman që falin namazin e Bajramit. Afërsisht 140.000 njerëz falin namazin e Bajramit në xhamin Al Aqsa, kibla e parë muslimanëve. Palestinezët që dëshironin të arrinin në xhami nga skajet e largata të Kutsit lindor të pushtuar dhe qyteteve palestineze nën kontrollin izraelit, formuan radhë të gjatë automjetesh në rrugë që të çojnë në qytetin e vjetër, ku ndodhet Haram al-Sharifi. Me rastin e Kurban Bajramit, krerët shtetëror dhe politik përcollën urime për besimtarët musliman. Afrim Gashi, Gordana Siljanovska Davkova dhe Hristijan Mickoski theksuan se mesazhe paqeje, solidariteti, uniteti dhe mirëkuptimi. Urime për festën përcollën edhe Ali Ahmeti dhe Venko Filipçe, duke uruar shëndet, begati dhe harmoni për të gjithë qytetarët. Me shënimin e festës së Kurban Bajramit, krerët e shtetit të Maqedonisë së Veriut shprehin urimet e tyre ndaj besimtarëve musliman. Kryetari i kuvendit Afrim Gashi uron festën në emër të kuvendit dhe në emrin e tij personal, ndërsa mes urimit të tij shprehet se në këtë ditë të Kurban Bajramit, festës së sakrificës, humanizmit dhe afërsisë mes njerëzve, përtrihen vlerat më të larta të solidaritetit, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë. Kjo feste e shenjtë na rikujton rëndësinë e kujdesit për njëri tjetrin, të ndarjes së mirësisë me familjen, fëmijët edhe të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetje dhe ngrohtësi njerëzore. Kurban Bajrami është një thirrje për më shumë unitet, duke forcuar besimin se vetëm së bashku mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Në emër të kuvendit dhe në emrin tim personal, ju uroj që kjo festë të sjellë begati, shëndet, qetësi shpirtërore dhe lumturinë në familjet tuaja. Edhe presidentja Gordana Siljanovska Davkova u uron qytetarëve festën e Kurban Bajramit, duke shprehur dëshirë për ta kaluar këtë ditë të shenjtë në paqe, gëzim dhe mirëqenie familjare. Ajo thotë se pikërisht në aftësinë për të ruajtur dhe shprehur dashurinë dhe kujdesin për të afërmin, edhe në momente dallimesh dhe sfidash, njihet dhe matet integrimi i shoqërisë. Të gjithë besimtarëve të besimit islam ju shpreh urimet e mia të sinqerta me rastin e festës së madhe të Kurban Bajramit, me dëshirën që ta kalojnë atë në paqe, gëzim dhe mirëqenie familjare. Kurban Bajrami përmes simbolikës së tij të thellë të dhënjes dhe sakrificës tregon vlera që janë të rëndësishme për pjekurinë morale të komunitetit. Festën e Kurban Bajramit e uroi edhe kryeministri Hristijan Mickoski, duke ju uruar qytetarëve të besimit islam shëndet të mirë, paqe, qetësi dhe mirëqenie në çdo shtëpi.
Të dashur qytetarë të besimit islam, me rastin e festës së madhe të Kurban Bayramit, ju shpreh urimet e mia të sinqerta juve dhe familjet tuaja, me dëshira për shëndet të mirë, paqe, qetësi dhe mirëqenie në çdo shtëpi. Në frymën e festës, le të vazhdojmë të ndërtojmë një shoqëri mirëkuptimi, uniteti dhe respekti, ku dallimet janë forca jonë dhe bashkimi e ardhmja jonë. Edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, uron festën duke dëshiruar që festat t'i kremtojmë gjithmonë së bashku, me zemër të hapur dhe me suksese të përbashkëta për të ardhmen tonë. Ndërsa urim nuk mungoi as prej kryetarit të partisë opozitare LSDM, Venko Filipçe. Ai u uroi festën të gjithë besimtarëve të fesë islame, nga ku thotë se në frymën e festës le të tregojmë mirëkuptim, respekt dhe më shumë kujdes për njëri tjetrin. Urime të shumta pati edhe nga funksionarë të tjerë duke i uruar të gjithë besimtarëve musliman paqe, shëndet, begati dhe mirësi në familjet e tyre. Në kuadër të aktiviteteve të Kurban Bayramit, gjysmëhënia e kuqe turke ka nisur shpërndarjen e mishit të kurbanit në vendet e rajonit, përfshirë dhe Maqedoninë e Veriut. Organizata njoftoi se rreth 30.000 persona në nevojë në Ballkan do të përfitojnë nga ndihmat, të cilat po realizohen në bashkëpunim me Kryqin e Kuq dhe organizata lokale. Gjysmëhënia e kuqe turke ka filluar aktivitet për prerjen dhe shpërndarjen e kurbaneve në vendet e Ballkanit në kuadër të organizimit tradicional të Kurban Bayramit. Sipas njoftimit, aktivitetet po zhvillohen në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, ku ekipet e organizatës po shpërndajnë kurbanët e dhuruar nga bamirësit për familjet në nevojë. Organizata bëri të ditur se në kuadër të aksionit humanitar pritet të ndihmohen rreth 30.000 persona në rajon. Aktivitetet po realizohen në bashkëpunim me strukturat lokale të Kryqit të Kuq dhe organizata të shoqërisë civile në secilin shtet. Sipas organizatorëve, procesi i prerjes së kurbanëve po zhvillohet nën mbikëqyrjen e ekipeve të specializuara dhe veterinerëve, duke respektuar rregullat islame dhe standardet higjieno-sanitare. Gjysmëhënia e kuqe turke, e cila përcjell bereqetin dhe kulturën e solidaritetit të Kurban Bayramit për te kufive, po vazhdon pa ndërprerje operacionet e prerjes dhe shpërndarjes së kurbanëve me prokur, të cilat i kanë nisur njëkohësisht në mbar botën. Në Ballkan, që është një nga rrugët më të rëndësishme të mirësisë në këtë organizim, ekipet e gjysmëhënies së kuqe po trakasin njëkohësisht në dyert e nevojtarëve në Bosnjë dhe Hercegovinë, Bullgari, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Amanetet e dorëzuara në gjysmëhënien e kuqe turke do të dërgohen rreth 30.000 nevojtarëve në Ballkan. Në kuadër të aktiviteteve të Bayramit, ekipet e gjysmëhënës së kuqe turke morën pjesë edhe në pritjet festive pas faljes së namazit në xhamit qendrore, ku qytetarët ju shpërndan llokum dhe kolonjë tradicionale turke. Kryetari i ekipit të organizatës në Kosovë, Utkuhan Yıldırım, gjatë aktiviteteve në terren uroi qytetarët për festën e Kurban Bayramit. Lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe ka dalë me një propozim sipas të cilit do të zgjidhej ngërçi i procesit eurointegrues. Në lidhje me fatin e vendit në këtë drejtim, Filipçe ka propozuar që të mbahet një referendum dhe qytetarët të shprehin qëndrimin e tyre. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe propozon në referendum për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ai tha se qytetarët duhet të vendosin vetë nëse duan të paguajnë çmimin e politikave, siç i quajti ai, kriminalit të Hristijan Miskoskit dhe VMRO të PMN-s. Вчера го слушнахме. Dje dëgjuam Hristijan Miskoskin duke thënë, nuk do të ketë më lëshimi për hyrje në Bashkimin Evropian, jemi të gatshëm të paguajmë çmimin. Këtu shtrohen dy pyetje, cilët janë ato lëshime dhe kush do të paguajë çmimin. Për lëshimet kemi dëgjuar deri tani, gjithçka që tha rezultoi të ishte një gënjeshtër e madhe. Premtonte se do të kthente emrin, se do të anulonte marrëveshjen e Prespës, se gjuha dhe identiteti ishin të rrezikuara. Por kjo fushat e rreme gradualisht u zbulua dhe qytetarët tashmë e dinë se asgjë nga këto nuk është e vërtetë. Ai shtoi se çmimin e izolimit nuk do të paguajnë funksionarët e VMRO-s, por qytetarët dhe brezat e rinj. Тоа нема да биде Мицкоски. Nuk do ta paguajë Miskoski, as bashkëpunëtorët e tij apo ministrat e tij, sepse të gjithë ata kanë pasaporta bullgare në xhepa. Nuk do ta paguajë banda e tij kriminale. Çmimin do ta paguajnë qytetarët, familjet tona, fëmijët dhe të rinjt. Kjo bandë në pushtet nuk di të udhëheqë shtetin, nuk ka kapacitet dhe asnjohuri, e kanë zhytur vendin në borxhe, kanë rënuar standardin jetësor dhe qytetarët mezi mbijetojnë nga një muaj në tjetrin.
Sipas tij, pushteti po I manipulon sërish qytetarët me gënjeshtre për Evropën dhe identitetin, ndërsa tha se arsyeja vërtet pse VMRO-ja ikën nga Evropa është frika nga përgjegjësia. Ai porositi se ardhmja e shtetit nuk duhet të mbetet peng I politikave të gabuara të pushtetit dhe kërkoi që qytetarët të deklarojnë drejt për drejt. LSDM-ja opozitare akuzon pushtetin se po bllokon qëllimisht procesin eurointegrues të vendit, sipas tyre Mickoski nuk e do bëjnë, sepse reformat evropiane sjellin ligj dhe drejtësi. Nga VMRO-ja janë kundër përgjigjur se arsyeja pse janë kundër ndryshimeve kushtetuese është se ato sipas tyre nuk janë kushti vetëm I Bullgarisë. Përplasjet e ndërmjet e partive të bllokut të Maqedonisë nuk kanë të ndalur. Nga partia opozitare LSDM akuzojnë kryeministin e Hristijan Mickoski se po bllokon me vetëdije procesin eurointegrues të vendit dhe se në 2 vite janë zbatuar vetëm pjesërisht 2 nga 10 pikat kyçe të reformave. Sipas LSDM-s, Mickoski nuk dëshiron të zbatojë reformat europiane sepse ato sjellin sundrim të ligjit dhe drejtësi, përfshirë një gjyqësor të pavarur dhe funksionimin e prokurisë publike europiane. Partia opozitare vlerëson se mos realizimi I ndryshimeve kushtetuese dhe mos përfshirja e pakicave në kushtetutë po e mbajnë vendin në bllokadë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Nga 10 pika kyçe vetëm 2 janë zbatuar pjesërisht në 2 vjet, tani 8 duhet të përfundonin në 1 muaj. Këto nuk janë reforma, këto janë gënjeshtra. Mickoski nuk po I përmbush reformat sepse nuk dëshiron t'i përmbush ato. Ai nuk e do bëjnë sepse reformat evropiane sjellin ligj dhe drejtësi. Ndërkaq, nga VMRO-DPMN kanë reaguar ndaj qëndrimeve të LSDM-s lidhur me procesin eurointegrues, duke deklaruar se ndryshimet kushtetuese nuk janë kushti I fundit për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe se Bullgaria ka kërkesa më të gjera ndaj Maqedonisë. Sipas partisë në pushtet, lideri I LSDM-s Venko Filipçe po heq ndaj deklaratave të presidentit bullgar Rumen Radev, I cili sipas Valentin Manasievskit vazhdimisht konteston identitetin, historinë dhe gjuhën maqedonase. Është e qartë se I vetmi që u beson pa rezervë mesazheve të Rumen Radevit se ndryshimet kushtetuese janë pengesa e fundit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, është pikërisht I dërguari special bullgar në Maqedoni, Venko Filipçe. VMRO-DPMN akuzon Filipçen se nuk ka reaguar as ndaj deklaratave të Radevit se gjuha dhe identiteti maqedonas ekzistojnë vetëm pas vitit 1945 dhe as ndaj disa deklaratave tjera ku ka thënë se disa revolucionarë maqedonase janë bullgar. Nga VMRO-DPMN shtojnë se interesat kombëtare maqedonase dhe dinjiteti I shtetit nuk duhet të jenë objekt pazari politik. Ministri I Transformimit Digital Stefan Andonovski ka paralajmëruar sot mundësinë e heqjes së roamingut me BE-n nga viti I ardhshëm. Ai tha se afati nuk mvaret nga Maqedonia e Veriut, por do të nënkuptonte një skenar optimist roaming pa pagesë nga 1 janari 2027. Andonovski rikujtoi se kjo është një iniciativë e Bashkimit Evropian për uljen e kostove të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pavarësisht dezinformatave se kinse kemi qenë të përjashtuar, kemi bërë përpjekje serioze dhe shteti ka miratuar rregulloret e nevojshme për zbatimin e 4 direktivave dhe rregulloreve të BE-s, me qëllim që të mundësohet roaming falas për qytetarët e Maqedonisë kur udhëtojnë në Bashkimin Evropian. Ligjet, përkatësisht ndryshimi I fundit I ligjit për komunikime elektronike është dërguar në Komisionin Evropian për mendim, është miratuar në qeveri dhe është dërguar. Pas mendimit pozitiv nga ana e BE-s, do të miratohet edhe në kuvend. 2 shtetas të Kosovës janë arrestuar në ndyshimin për kontrabandim të emigranteve pasi policia në afërsi të pikës pagesore në Demirkapi ka zbuluar 7 emigrant nga Egjipti në një automjet me targa të Kosovës. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, arrestimi është kryer të martën në orën 6:30 nga nënpunës policor. Të arrestuarit janë AG 42 vjeçar dhe GG 39 vjeçar të 2 nga Kosova. Për rastin është njoftuar Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa ndaj 2 të dyshuarve është ngritur kallëzim penal dhe është caktuar mazë paraburgimi prej 30 ditësh. Të arrestuarit janë dërguar në burgun e Shkupit, ndërsa emigrantët janë vendosur në qendrën për kërkues të azilit në Vizbek të Shkupit.
Delegacioni kongresistëve amerikan po qëndroi në Kosovë, ku po zhvillojnë takime me krerët shtetëror, ushtruese në detyrës së presidentit Albolena Haxhiu, si dhe kryeministrin Albin Kurti arritën në Kosovë pas ditën e 26 majit pasi qëndruan në Lugin të Preshevës, ku takuan me zyrtar të ndryshëm shqiptar në jug të Serbisë. Kongresisti Keith Selfa pasi mësuan për problemet reale me shqiptarëve dhe Serbisë, vizita në Kosovë zhvillohet për të mësuar për pakicën serbe atje. Pra, po i vizitojmë të dyja vendet për të kuptuar se si trajtohen pakicat dhe cilat janë të drejtat e tyre, u tha Self gazetarëve në Lugin të Preshevës. Para se të qëndronin në Lugin të Preshevës, kongresistët zhvilluan takime në Bosnjë dhe Hercegovinë. Një ditë pas konferencës 8 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndau disa nga momentet e përgatitjes së delegacionit shqiptar për takimin e nivelit të lartë në Bruksel. Rama e quan krenari për Shqipërinë, faktin që çdo hap po bëhet edhe më shumë europiane, duke e quajtur antarësimin si një martesë me Unionin. Gjatë konferencës së 8 ndërqeveritare, kryeministri Edi Rama u tregoi optimist dhe sipas tij, ky është vetëm fillimi i një procesi që shqiptarët e kanë kërkuar prej kohësh. Kemi thyer një tjetër rekord, ne i çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt. Ne kaluam nga kjo te faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme, e cila bëhet sërish brenda një afati shumë të shkurtur, ka deklaruar Edi Rama. Garda revolucionare thot se një luftë e re me Shtetet e Bashkuara është e pamundur për shkak të dobësisë armikut, por zotohet ta kthejë territorin jugor të Iranit në një varrezë për agresorët. Zyrtarët iranian denoncuan shkeljet e rënda të armëpushimit të brisht nga SBA, duke thënë se nuk ka besim zero pas sulmeve të reja në Iranin jugor. Zëvendës presidenti Mohamed Reza Aref konfirmoi se Irani ka ndërmarrë hapin e parë drejt rivendosjes së aksesit të plot në internet pas një mbyllje disa mujore. Ndërkohë nga sulmet izraelite në Libanin jugor, u vranë 31 persona dhe u plagosën 40 të tjerë, ndërsa intensifikuan sulmet dhe lëshuan 10 kërcënime për zhvendosje të detyruar për qytetet dhe fshatrat në jug dhe lindje. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka zbuluar detaje të reja thelbësore rreth planeve të saj ambicioze për misionet e ardhshme në hënë me objektivin final ndërtimin e një baze të përhershme. Këto plane përfshin dërgimin e landerëve robotik, dronëve të aftë për të lëvizur mbi sipërfaqe si dhe mjeteve të avancuara të eksplorimit. Projekti i gjerë ka angazhuar disa kompani private, mes të cilave dhe Blue Origin, kompania hapësinore e themeluesit Amazon Jeff Bezos, e cila do të ndërtoj një prej mjeteve të uljes në satelitin natyror të tokës. Shtetet e Bashkuara synojnë të rikthejnë astronautët në sipërfaqen hënore përpara përfundimit të mandatit të presidentit Donald Trump në vitin 2029. Ky projekt shihet gjithashtu si një element kyç në garën e re hapësinore globale, ku Kina po avancon me shpejtësi drejt objektivit të saj për të ulur astronautët në hënë deri në vitin 2030, duke intensifikuar konkurrencën ndërkombëtare në eksplorimin hapësinor. Lajmi për Modricin ishte i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.